ta lidhin fitimin me punën, jo me fatin. Pagën minimale 500 euro, cili do ndërmarrës që ja jep një gruaj në Kosovë, ne ja shtojmë edhe 500 tjera e i bojmë 1.000 euro. Ju e dini që është dyfishu eksporti, është dyfishu investimet e huaja direkte, por kjo ka ndodhur për shkak se kemi një qeveri e cila e qep thesin si buxhet dhe e thur gordhin si kufi. Para qeverisjes son, nga 11 terminale doganore të shtetit, vetëm njëri ka qenë publik në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. 10 tjerë kanë qenë të privatizuara. E me qeverisjen tonë, 8 terminali ju kanë kthy shtetit, në pranverën e vitit të ardhshëm, të gjitha i përkasin Republikës Kosovës, edhe ato 3 të mbeturat bëhen të shtetit. Do t'i ndihmojmë edhe me sistemin dual të arsimit, ku e lidhim aftësimin profesional me tregun e punës. 16 profile të ndryshme i kemi instaluar deri më tani dhe deri më tash 20 në 17 komuna, 2600 nxënësa e kanë kryer këtë sistemin dual dhe do t'i shtojmë edhe 10 profile të reja në mandatin e ardhshëm në 32 komuna anë mban Kosovës, ashtu që trejat dhe trit ta lidhin fitimin me punën, jo me fatin, ta lidhin fitimin me punën dhe të fitojnë nga puna e tyre sa më herët. Pagën minimale 500 euro, cili do ndërmarrës që ja jep një gruaj në Kosovë, ne ja shtojmë edhe 500 tjera e i bojmë 1.000 euro. I kemi ndihmu nonat edhe fëmijët. Para neve nuk ka pas shtesa fare. As për nona Lehona edhe as për fëmijë. Ne i kemi marrë programin për herë të parë në Republikën e Kosovës, qysh është në Evropën perëndimore, prej nga vini ju dashur bashkëdhetar, dhe tash i kemi ngritur në 30 euro për familjen që i ka 2 fëmijë ose 1 fëmijë dhe 25 euro për secilin fëmijë për familjen që i ka 3 e më shumë fëmijë. E në mandatin e ardhshëm do ta dyfishojmë këtë, kush i ka 2 fëmijë për secilin fëmijë merr 60 euro, pra 120 euro, ndërka kush i ka 3 fëmijë i merr për secilin fëmijë nga 90 euro, pra 270 euro. Sa më shumë fëmijë, aq më pranë do ta keni shtetin në familjet e juaja.